Pasi grabiti Bregdetin dhe ish ndërmarrjet shtetërore përmes skemave të investimeve strategjike dhe kontratave €1, kryeministri Edi Rama ka kaluar në fazën tjetër të kolonizimit të pasurive publike, malet dhe tokat pyjore. Në qendër të planit është projekt ligji i ri, që ai e quan paketa e maleve, një program që sipas qeverisë synon zhvillimin turistik dhe ekonomik të zonave të thella, por që në praktik është një mekanizëm tjetër për transferimin e pronave publike tek oligarkët e pushtetit. Sipas dokumenteve dhe denoncimeve të siguruara nga pamfleti, Rama u ka bërë presion 56 kryebashkiakëve të Partisë Socialiste, që administrojnë rreth 90% të territorit të vendit, për të firmosur hartat e përgatitura nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, AZT, ku janë përcaktuar paraprakisht sipërfaqet që do dhurohen. Në këto harta janë përfshirë toka pyjore, kullosat dhe pronat komunale që në shumicën e rasteve janë pasuri të përbashkëta të komuniteteve lokale. Sipas burimeve, ultimatumi i kryeministrit për kryebashkiakët është që brenda 31 dhjetorit 2025 të firmosin hartat dhe t'i rikthejnë në AZT, ndryshe do të konsiderohen si pengues të zhvillimit ekonomik. Megjithatë, deri më tani rreth 50 kryebashkiak socialist kanë refuzuar të nënshkruajnë nga frika e përgjegjësive penale për abuzime pronat publike. Qeveria pritet t'ia anashkalojë me vendim të Këshillit të Ministrave me justifikimin e emergjencës kombëtare për zhvillimin e turizmit rural.